Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Dhe shpeshherë kur flas me vajza të cilat mund të punojnë si eskorta, apo mund të punojnë si shoqëruese, apo mund të punojnë si punonjëse seksi, duke nisur nga pozita jo privilegjuese dhe duke dashur patjetër të mbijetojnë dhe të sigurojnë një jetesë për familjen e tyre, kur ti pyet ato nëse do të zgjidhin diçka tjetër, apo nëse do të donin që jeta e tyre të ishte ndryshe, apo nëse do t'i gjejë një punë atyre, ato do ta pranonin ato punë, patjetër që është shumë e vështirë që ti të mbash familjen dhe ti përgjigjesh familjes tënde me rrogat të cilat ka Shqipëria, me rroga 600, 700, 800 apo 500.000 lekë. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë këtë nevojën për mbijetesë. Nuk jam duke promovuar, po jam duke kuptuar kontekstet në të cilat rriten njerëzit dhe zgjedhjet që ato bëjnë për veten e tyre. Dhe nuk dua të gjykoj, po dua vetëm të mundohem të kuptoj dhe të them që të gjithë këto vajza dhe këto gra që bëjnë zgjedhje të tilla nuk kanë ditur më mirë që të bëjnë një tjetër zgjedhje. Kështu që është detyra jonë që ne t'i japim kushtet atyre që ato të dinë të bëjnë zgjedhje më të mira për veten e tyre. Po ka edhe vajza të tjera që punojnë dhe jetojnë me 600.000 lekë. Po patjetër. Ka edhe nëna të reja që mbajnë familjen me 600-700.000 lekë. Patjetër. Që rrisin fëmijët e tyre në shkollat që s'kan makinë. Patjetër. Po unë nuk e shoh Kështu që unë nuk e shoh të mërshme dëshirën. Varfëria nuk është argument. Jo, nuk po flas vetëm për varfërinë. Unë po flas për dëshirën për të përmirësuar jetën tënde. Dhe nëse një grua mendon që të jetosh në atë mënyrë është sakrificë shumë e madhe për veten e saj, unë mendoj që secili nga ne ka të drejtë të thotë që unë nuk e zgjodh jetën me sakrificë, unë dua një jetë pak më të mirë. Detyra mendoj që i qëndron gjithmonë institucioneve dhe profesionistëve që punojnë në sektor, të cilët duhet të bëjnë një punë shumë më të mirë me komunitetet vulnerabël dhe me komunitetet të cilat janë më të prirura të përfundojnë në situata të tilla ku në fund të ditës fuqia është gjithmonë tek ai që ka paran dhe tek ai që e blen produktin. E kuptoj unë këtë dhe ti ke të drejtë në tënden, por unë vazhdoj të them që dëshira për një bela vita nuk është argument dhe dëshira për një jetë më të lehtë që të mos punosh tër ditën dhe të marrësh një rrogë 1 milion, 2 milion se vetëm prani dhe pastaj ti nuk di të punosh. Disa njerëz duhet të thonë, jo disa njerëz, të gjithë ne. Mendoj që puna e seksit është një punë goxha e vështirë që të konsumon nga ana fizike dhe mendore. Ndaj duhet bërë qartë, pra që këtyre njerëzve ju duhet bërë qartë që mbas 2-3 vjetësh, po vazhdosh kështu, do jesh më e tillë. Dhe është një punë e cila në vazhdimsi të krijon trauma të mëdha dhe të krijon vështirësi në raportimin me të tjerët, po vështirësi dhe në raportimin me veten. Të paktën këto janë dëshmitë e atyre vajzave dhe grave që kanë punuar si punonjëse seksi, apo kanë punuar si pornoaktore, apo kanë punuar si eskorta, apo kanë punuar si shoqëruese, apo kanë punuar si punonjëse virtuale, duke shqitur seksin virtual. Pra, është një punë e vështirë, është një punë në të cilën ti humbet copoza nga e brendshmja jote, po dhe nga trupi jot, është një punë që të lë pasoja, është një punë që nuk zgjat shumë në kohë, sepse ti nuk je e re dhe e bukur dhe e dëshirueshme përgjithmonë, pra dhe ajo kërkon një sakrificë shumë të madhe dhe gjithashtu nuk është një punë e respektueshme. Kështu që nuk mendoj që i din këto kur e nisin këtë punë këto vajza, të gjitha këto që rendit e ti, i din që në fillim i bëjnë në vedi, apo është një gjë që ju ndodh dhe arrin bas disa kohësh në këtë konfliksion? Mendoj që ka dinamika të ndryshme. Disa mashtrohen, disa e duan, disa e shohin si apogjeun e arritjeve të tyre. Disa mendojnë që jeta është e përbërë vetëm nga produkte të luksit dhe nëse do kenë ato produkte të luksit, ato do të kenë një status më të lartë në shoqëri dhe nesër pas nesër ky statusi do ju bëjë që të kenë më shumë mundësi dhe ndoshta do lënë këtë punën në të cilën nuk janë të respektuara. Ka dinamika të ndryshme, ka aq shumë histori të ndryshme sa nuk mendoj që ka një formulë që mund t'i përfshijë të gjitha situatat apo ngjarjet në cilën ndodhen gratë, jo vetëm shqiptare, po në të gjithë botën. Kjo është një tematikë e gjerë. Megjithatë, ajo që vlen mendoj unë për gjithë si për burrat si për gratë, në çdo situatë njeriu di të gjej dinjitetin e jetës së tij. Patjetër. Në çdo rrethana. Ka njerëz që vuajnë dënimin diku dhe përsëri
ligji ju ka marrë lirin, por jo dignitetin. Shko, unë mendoj Dhe mendoj që kudo në çdo moment njeriu duhet të përballet me dinjitet me atë që bën dhe mos të fajsoj të tjerët për arsye se unë bëra këtë, për arsye se unë. Është një çështje zgjedhje në fundit, apo jo? Po mendoj edhe që njerëzit që nuk kanë dinjitet nuk mendojnë dot për lirinë. Domethënë, nëse ti në Shqipëri njerëzve nuk ju jep dinjitet, një jetë të dinjitetshme. Po kush ja japi dignitetin? Digniteti duhet jetë me njeriu zhaku. Jo, dignitetin na japin institucionet, sepse një njeri i cili nuk ka një shtëpi, nuk ka mundësi që të çojë fëmijët në shkollë, nuk ka një rrugë, patjetër që ai do detyrohet që të mbijetojë, të bëjë çfarëdo lloj sjellje jo shoqërore për të mbijetuar. Për të mbijetuar. Pra, po ky njeriu kur nuk ka dinjitet, nuk mendon dot pastaj në mënyrë të lirë, nuk mendon për lirinë dhe nuk voton dot për lirinë. Mirë, feminizmi dua të ndalem. Sepse pastaj kthehemi tek sistemet politike. Qartë, po feminizmi. Se unë e kam dëgjuar shpesh këtë, se kur duan na luftojnë thotë po boll se ju luftoni njëra tjetrën. Sa e lufton një grua, nuk e lufton një burr një grua. Dhe shpesh herë burrat e zgjuar në fakt fusin në sherr gratë në vendet pune, në shoqërira dhe pastaj rrin. Vetë rrin se e bëjnë kaq mirë punën këto sa se ke iden për t'u zënë me njëra tjetrën. Është e vërtet kjo? Apo na ka ngelur stigëm? Ti si je? Unë mendoj që është e vërtet dhe fajsoj edhe këtu ose përgjegjësinë ja vesh prap sistemit në cilin ne jetojmë. Pra burrat e kanë fajin? Jo, sepse sistemi patriarkatit historikisht i ka dhënë më shumë pushtet burrave dhe duke i dhënë më shumë pushtet burrave bëjnë që ata sistemin ta drejtojnë burrat, por sistemi i dhunon burrat njësoj sikurse i dhunon gratë. Se nëse gruaja ka një rol të përcaktuar, gjithashtu këtë rolin e përcaktuar e ka dhe burri dhe këtij burri nuk i lejohet që të marrë frymë, nuk i lejohet që të shprehë emocionet e veta, nuk i lejohet që të jetë i butë, nuk i lejohet që të jetë më femëror, sepse në momentin që ai nuk i përshtatet saktësisht skenarit në të cilën sistemi patriarkal e sheh rolin e tij, edhe ai dhunohet dhe gjykohet njësoj si gratë. Kështu që vëre kohët e fundit që ka ca gra që sillen si burra. Ja, dhe ka ca burra ja ti kthej përgjigje pyetjes që ti tërhiqen dhe janë si gratë, po jo në kuptimin si grua, se tjerë si grua është një gjë shumë nuk e bëjnë dot të gjithë, është një punë e veçantë të jesh grua në Shqipëri, të mbetesh grua në Shqipëri, është një luftë e madhe, është një punë shumë e madhe. Po këta burra nuk bëhen as si gra, këta burra bëhen një gjë që s'është burr, domethënë, se s'po ja gjej se kemi në shqip fjalën. Pra domethënë, ca gra që bëhen si burra dhe ca burra që s'janë më burra. Po. E ke vënë që janë shtuar? Ati përgjigjem edhe pyetjes tjetër që the që a ekziston solidariteti mes grave, po. E vërtetë është që nuk ekziston, sepse në këtë sistem nuk ekziston, por ka luftë. Kemi probleme në solidariteti që gratë kanë me njëra tjetrën. Nuk flas vetëm në Shqipëri, flas në përgjithësi në botë, apo në sistemi patriarkal ose është i shtrirë në gjithë botën. Gratë luftojnë njëra tjetrën. Gratë luftojnë njëra tjetrën sepse në sistemin patriarkal, pushtetin, para, pozitën e ka burri dhe ti si grua e fiton statusin në momentin që ke një burr të mirë dhe lufta bëhet e gjitha për të fituar një status të cilin ty ta jep një burr i mirë, se ti je zonjush, grua, e divorcuar vetëm në bazë të burrit që ti ke dhe marrëdhënieve që ke me një burr. Pra statusi jot si grua ndryshon gjithmonë në marrëdhënie me këtë burrin, prandaj që ti që e vogël je mësuar në mënyrë pasive apo aktive që të luftosh gruan tjetër, sepse statusi që cili po kërkon apo roli i cili ti po kërkon synohet nga shumë gra dhe rolet në të cilat ka pushtet janë role më të pakta, nuk ka shumë vende pra. Kjo është arsyeja pse solidariteti midis grave është më i vështirë, por në luftën feministe është i domosdoshëm, sepse unë mendoj që asnjëherë një burr nuk do ta dojë një grua siç një grua do një grua. Asnjëherë një burr nuk do ta kuptojë një grua siç një grua kupton një grua dhe ajo motorzimi dhe ajo dashuria që ekziston midis grave është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe të formon ty si grua dhe është e qëndësishme për mbarvajtjen e jetës tënde dhe për të përballuar problematikat të cilat ti ke si grua. E kuptoj. Ndërsa përsa i përket roleve, pra burra që bëhen si gra dhe gra që bëhen si burra, fatkeqësisht
kjo është një grackë në të cilën kam rënë edhe vetë, ose bia edhe vetë, sepse dhe i referohem rolit gjinor në të cilin unë përmbush. Unë si grua dua të më dëgjohet fjala, nuk dua që publiku të merret me veshjen time, flokët e mia, jam e bukur, as jam e bukur, kështu që për të eliminuar vëmendjen e publikut tek vetja ime, unë mundohem të jem sa më burrore që të jetë e mundur, qoftë edhe në veshje, në mënyrë që fjala ime të ketë më shumë peshë dhe në mënyrë që dukja ime, fuqia ime të jetë më autoritare. Ky është një gabim që unë bëj dhe unë bie gjithashtu në grackën e patriarkatit, sepse do ishte fantastike ose feminizmi më do mua që unë të përqafoj veten time në të gjitha ngjyrat e mia, edhe nëse ato janë femërore, edhe nëse ato janë më pak femërore. Kështu që këtu unë pyes veten, a dua vërtet unë më pëlqejnë vërtet mua kostumet, apo e ndjej unë vetën me kostume? Ty në fakt të pëlqejnë kostumet? Apo më pëlqejnë mua kostume sepse unë me kostumen e ndjej veten më të rehatshme dhe ndjej veten më të fuqishme. Unë mendoj që mua më pëlqejnë kostumet, por kur kam filluar të vesh kostume, ka qenë një strategji që unë kam bërë, sepse doja që publiku të bazohej tek ajo çka thoja unë dhe tek jo si dukesha unë. E kuptova. Kupton? Megjithatë, unë duke qenë një njerëz që tërë jetën time jam orientuar nga barazia e vlerave. Pa. Për mua nuk ka rëndësi nga vjen mendimi, në momentin që ka pesh vlerë, ka background, kam përballë një njeri sistematik në dijen e tij, për mua nuk ka rëndësi se çfarë është. Burr, grua, unë i kam dhënë zë njerëzve pa e kuptuar dhe pa u prirur që pse u vesh kështu apo pse s'u vesh kështu. Rrallë herë më ka zhgënjur veshja, dhe këtë duhet ta them. Rrallë herë mund të kem gjetur tek një vajzë e tepruar një mendje të zgjuar. E kam gjetur por rrallë herë, dhe rrallë herë kam gabuar që në kodin e veshjes të kem gjetur një boshllëk. Më kupton? Ndaj le të themi që këto janë disa kode sociale, pra mënyra e veshjes është një prezantim i parë. Ti je ajo që në të parën vishesh qartësisht dhe sidomos në situata caktuara dhe në ambiente caktuara, në një podcast do vishesh kështu, nëse do jesh e ftuar në një party patjetër do kesh pra. Këto janë sinjalet e para të komunikimit. Rrallë herë të thash vetëm mendje brillante, nuk duan t'ja dim për këtë gjë dhe ne i kemi mirë kuptuar në botë që njerëz të tillë, po mos ta humbasim fillin e mendimit. Feminizmi për feminizëm e dëmton gruan pra. Kvotat, se duhet ta them këtë, unë jam kundër kvotave. Kundër jam edhe unë. Je kundër dhe ti? Se mua më janë turrur një herë që unë tash jam kundër kvotave. Kvotat quhen diskriminim pozitiv, quhen diskriminim pozitiv. Dhe më thanë që po duhet në një vend si Shqipëria, që është duhet se s'bën kvota. Mirë, po duhet. Kvota të dëmton ty dhe mua, sepse në qofse në zhduk meritokracinë. 90% e vet kuota fut vetëm gra se janë gra. Çfarë ndodh me këtë 10% që është grua dhe me mend dhe ndërkohë kjo tjetra mund bëhet një militante e verbër, e çfarë do gjë që i thot ai burri që i fut me kuotë. Mund të bëhet një aleate e mediokritetit me çdo burr apo grua për të luftuar ty se je më e ditur, më e mençur. Mund të bëhet një rrezik sepse e shet veten e saj të veshur shumë bukur përballë teje. Rreziku është më i madh nëse të gjitha do ishin burra. Rreziku për ne si shoqëri do ishte më i madh nëse të gjithë ta do ishin burra. Do ishte më i madh rreziku. Prandaj në momentin në të cilën jemi ne tani si shoqëri, këto kuotrat, të cilat i quajmë diskriminim pozitiv, janë të domosdoshme në mënyrë që të arrijmë atje ku duhet. Pra që gruaja të jetë aktive në jetën publike, në vendimarrje, që pozitat e punësimit të gruas dhe të burrit të jenë të barabarta, që gruaja të ketë një lloj autonomi mbi të drejtat riprodhuese, që gruaja të jetë më aktive për sa i përket të drejtave të veta, etj. Pra ti mendon që situata do ishte edhe më tragjike nëse do ishin vetëm burra këta që sapo the. Me kuotë. Kështu që për momentin varet tek ne. Zhvillimet shoqërore varen nga ne. Askush nuk do vi ta zbukuroj Shqipërinë dhe ta bëj Shqipërinë një vend më të mirë, as një huaj politikan, diplomat, nuk e ka mendjen te Shqipëria. Shqipërinë e duan shqiptarët dhe mund ta bëjnë vetëm shqiptarët, askush tjetër. Këtë duhet ta kemi vath në vesh. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.